vajzë denoncon pra punëdhënësin ose shefin e saj, varet nga marrëdhënia çfarë ato kanë, ajo do të ndjekë një rrugë duke bërë një denoncim në polici, pra ose një kallëzim penal në prokurori. Kur unë do sugjeroja gjithmonë një kallëzim penal në prokurori. Arsyeja pse? Aty mund të kemi të listuar disa prova, të cilat mesazhe, telefonata, prova materiale të cilat ta bëjnë më të besueshëm një kallëzim të tillë, pra merret më shumë seriozisht kur ne referohemi organit të akuzës prokurorisë. Duke çuar çështjen atje, pra organi prokurorisë fillon një inicion, pra me anë të denoncimit vjet në lëvizje për të vazhduar një hetim, duke parë një hetim i cili do të jetë i plot, i gjithanshëm dhe objektiv. Pra, duke u bazuar gjithmonë tek prova materiale, sepse pavarësisht se ne mund të kemi viktima të cilat kanë bërë denoncimin e të kaluar dhe të cilat kanë pasur të drejtë, pra në lidhje me ngacmimet seksuale, por nuk e kanë faktuar dot në gjykat, pra. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa, duhet faktuar. Dhe nuk mjafton thjesht është fjala ime kundër fjalës tënde. Pra dhe gjithmonë fjala e një më të fuqishmi, absolutisht do të denigroj dhe do të shkrumoj në sekonda. Në rastet kur këto fakte mungojnë, fjala vjen ku agresori është pamundur të provohet, është pamundur. I bën këto të drejtë për drejta përballë, nuk do kemi mbrojtje, është pamundur. Duke qenë se s'ke prova, është pamundur për ta faktuar dhe si e pa faktuar, është pamundur. Bile mund të marrësh edhe një kallëzim të rem nga pala tjetër. Pra mund të denoncosh, mund të denoncosh, po kështu ose edhe nga organi i akuzës në momentin që ti bën një denoncim, kallëzim, sepse është një kallëzim shumë big i themi ne, duke me natyrë seksuale. Dhe në momentin që ti nuk arrin do ta faktosh me provat, nuk ke prova materiale të cilat e përligjin ngacmimin seksual që ke marrë nga punëdhënësi jot automatikisht mund të cënoj në mënyrë të rëndë dhe akoma më shumë dinjitetin, duke të çuar dhe për një kallëzim të rem, ti nuk e provon dot, pra nuk ke fuqinë provuese. Tani rasti që ti ke denoncimi që ti ke, si po e ndjek? Është denoncim i ngacmimit seksual në punë? Është një denoncim i ngacmimit seksual. Jo, sigurisht me prova dhe duhet. Nxjerrim ndonjë të zë. Shiko, është me prova dhe këto prova konsistojnë në mesazhe në WhatsApp, në komunikimet e po një problem tjetër, me ligjin e ri që ka hyrë në fuqi, mesazhet nuk quhet më provë. Tani, ligji i ri kur ka hyrë në fuqi, sa unë, me sa di unë, akoma nuk është miratuar asnjë ligj. Nuk quhen më provë, se do të them edhe një diçka. Mund të përgjigjeshtrohen ose mund të... Atëherë them një diçka, ligji i ri nuk ka hyrë në fuqi akoma, që është shumë e rëndësishme, dhe do të them një diçka, çdo çështje e cila fillon në hetim, ndiqet me ligjin e vjetër. Se ju nuk e dini këtë, dhe ju nuk e dini këtë. Tani mesazhe tjetër, çfarë faktesh ka viktima? Në cilën fushë është? Administrat, privat? Nuk ka rëndësi, por që ka dhe përgjime, dhe më thonë audio, ka dhe një kamer, ka pasur dhe një kamer, sigurisht, audio-vizive pra, të cilat ka filmuar edhe fytyrën. Edhe fytyrën? Po, ka filmuar edhe fytyrën e punëdhënësit dhe nuk ka rëndësi pas të në qafirë, sepse çështja nën hetim dhe nuk mu lejohet mua ta diskutoj. Është moshë e madhe, denoncuesja, apo vajzë re? Mund të them që është një moshë mesatare. Ke një rast të tillë, Anila? Të denoncimit të një gruaje vajze ngacmimi seksual në punë? Po, kam shumë raste ndaj grave dhe shumica prej tyre janë dhuna, domethënë që ndodhin në ambientin familjar. Një 2-3 raste, domethënë tjera që madje janë dhe mbyllur në ambientin e punës. Dhe fatkeqësisht edhe këtu dhe dhunë kundër fëmijëve, domethënë që janë minoren, nën moshës, madje në një moshë tepër të vogël që mund të jenë 10-12 vjeç, që ndodhin domethënë dhe të gjitha këto ngacmimet dhe madje edhe pra akte efektive seksuale ndaj persona, domethënë kemi dhe denoncimet të tjera, sepse ligji italian është vërtet shumë i domethënë përkushtuar dhe këtyre situatave, kur kemi e zënë një vajzë 16 vjeç, zakonisht në shkolla këto ndodhin, dhe një djalë që është e zënë 19 vjeç ose 18 vjeç. Diferenca pra e moshës nga domethënë një person, një minoren dhe një djalë që ka mbushur moshën madhore, dhe këtu ligji është shumë, do për shumë kujdes sepse parashikon dhe një formë dënimi, në qoftë se efektivisht ky person mund të ketë përfituar nga situata e vajzës që është një vajzë minorene, dhe mbi të gjitha madje ka qenë dhe një vendim që personalisht kam kryer kur një vajzë minorene që ka qenë në ato rast 15 vjeçë dhe ka kryer marrëdhënie me një djalë 19 vjeç, gjykatja ka dënuar dhe për faktin se sado që ai është mbrojtur duke thënë që vajza ka qenë e vullnetshme, ka qenë me konsens, nuk ka qenë por efektivisht gjykatja ka thënë që je interesuar dhe ke parashikuar, domethënë ke pyetur vajzën çfarë moshe ka, ai ka thënë që po ka gënjur, ka thënë që është moshë 18 vjeçë. Por më tha ti i ke verifikuar me dokument, kartë identiteti parashikon dhe është moshë aktuale. Dhe kjo ka qenë një formë dënimi, sepse efektivisht nuk
ka demonstruar domethënë sotëria që dinte domethënë thjesht është kishte gënjeshtra aty dhe justifikimi që vajza më ka thënë thjesht është moshë madhore, nuk e kisha fare problem. Pra, kemi vërtet normalisht ligje shumë tash, pra kjo nuk do thotë që sistemi italian penal është i plot dhe i parashikon të gjitha, sepse fatkeqësisht këto fakte bëhen gjithmonë më komplekse, dalin elemente të reja, parashikon madje dhe tani është një reformë në institucionin italian i cili do parashikojë dhe në martesë, nëse do jetë një marrëdhënie midis burrit dhe një grua dhe në qoftë se gruaja nuk jep konsensusin, kjo mund të jetë një akt seksual. Nuk është akoma domethënë shkruar në kodin penal sepse edhe kjo egzageruar është egzageruar sepse mund të kesh përdoret. Mund të kesh përdoren nga të dyja palët. Dhura e familjes në Shqipëri që për gjë më të vogël ose pas edhe prove, pas edhe fakti, gruaja denonton burrin, burri përfundon burr, gruaja vazhdon jetën.